Agroturizmi, kulinaria dhe trashëgimia kulturore u bën bashkë në një aktivitet organizuar në pazarin e Gurë të Gjirokastrës. Festivali mblodhi artizan, mjeshtër të gatimeve tradicionale dhe grupe folklorike duke promovuar vlerat dhe traditat e zonës. Këngët polifonike, vallet tradicionale dhe tingujt e fyllit tërhoqën vëmendjen e banorëve dhe turistëve. Baza kryesore e këtij aktiviteti janë ekspozita e shtigjeve turistike në luginën e Drinos, trashëgimia e kulinarisë nga të gjitha zonat, polifoni, valle, instrumenta, këngët e djepit dhe gjithçka është tradicionale në këtë luginë. Shtigje turistike i prin këtij aktiviteti që është shtegu Çepun, Manastiri Cepos, Kalaja e Kardhiqit, Guri Gjatë Zhulat, Katsojti Kolonjës, Kalaja e Shëndriadës, Manastiri i Spiles, Antigonea, ndërsa tjetër që përshkruan dy bashki Dropull dhe Libohov është Ura e Glinës, Teqeja e Melanit, Kalaja e Libohovës, Ura e Zonjës. Kemi menduar që ne të pozicionojmë nëpërmjet figurave dhe lartësive shtigje turistike të zonave kodrinore të luginës së Drinos. Pjesë e festivalit organizuar nga SME Albania me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Sportit ishte edhe ekspozita e shtigjeve turistike ku prezantuan disa prej itinerareve që promovojnë natyrën, historinë dhe trashëgiminë e zonës së Gjirokastrës. Me këtë event jemi aktualisht në Gjirokastër për të promovuar trashëgiminë kulturore, turizmin, gjithësinor, pra në 12 muaj vitit, duke përfshirë folklorin, duke përfshirë shtigjet të reja turistike që ne kemi promovuar për herë të parë, duke promovuar gjithë kulinarinë e zonës. Kemi hartuar 3 gujda të reja turistike, të cilat promovojnë shtigjet të reja turistike me sajtet kulturore, me agroturizmat e zonës, pra kulinaria, folklori dhe sajtet turistike. Në festival morën pjesë grupe folklorike nga Gjirokastra, Dropulli dhe Libohova, të cilat përcollën përmes interpretimit të tyre pasurinë shpirtërore dhe kulturore.